Mëngjesin e kësaj të entje në adresën elektronike të disa institucioneve në qytete të ndryshme të vendit është dërguar një email nga një adresë ende pa identifikuar. Mesazhi përmbante kërcënime terroriste dhe pretendonte se në ambientet e këtyre institucioneve ishte vendosur një bombë. Pas marrjes së informacionit, strukturat e policisë së shtetit kanë nisur menjëherë verifikimin dhe kontrollet në institucionet e përfshira. Nga kontrollet e kryera deri më tani nuk është konstatuar prania e bombës apo e ndonjë lloj tjetër eksplozivi. Përshëndetje, kjo është Shteti Islamik, kështu niste edhe emaili i mbërritur në adresat e institucioneve, ku thuaj se bomba do të shpërthente pas 2 orësh. Ndërkohë, Drejtoria për hetimin e krimeve kibernetike në bashkëpunim me Drejtorinë Antiterrorit dhe agjencitë e tjera lizbetuese po punojnë për identifikimin e autorit dhe adresën elektronike nga e cila janë dërguar kërcënimet. Policia e shtetit u bën thirrje qytetarëve që të ruajnë qetësinë duke i siguruar se situata po monitorohet nga strukturat e saj, të cilat janë angazhuar maksimalisht për garantimin e rendit dhe sigurisë publike.